që jetoni, ku do që jeni, edhe mundësit janë, edhe në qoftë ti se, ndoshta u mund të jem një shembull nga ato, që kam shku me 14 vjeçë në Gjermani, por gjuhën shqipe e flas, besoj, shumë bukur. Por kjo ka ndodhur sepse ju kam përkushtu, jo veç unë, por rrethi, prindrit, familja, shoqëria, interesat e tua personale, janë lidhen shumë elemente që ti ma në fund edhe kësaj ja del. Por, kupton, gjithsesi se qiftelia është ajo që ti, kur jeti në skenë, ajo është një krenari. Unë Filharmoni të Hamburgur, ku jam, tani që këndë edhe në korë, prej viti 2020 që jam aty, shembull udhëheqësi i korit, kur ishte loja Shqipëri-Kroaci, futbollit që luajti në Hamburg, edhe unë isha dhe tek loja dhe ndjeva një emocion shumë të mirë, veçantë, kur ishim prova dhe folëm diçka për Shqipërinë, dirigenti ma bëni mu tha, më thonë udhëheqësi i korit, për mu tha hava thoshe Shqipëria në vetë. Të më thonë që e kanë kuptu se mundohë me gjak e shpirt, me çfarë ke brenda, në çdo moment ti boj që ta e shohin atë pjesën sa më të mirë dhe sa më pozitive që e kemi ne. Patjetër. Do të thonë qifte, unë kur shkoj në Filharmoni, ato unë identifikoj me njerë me qiftelin. Hava qifteli, të më thonë. Edhe kjo është ajo që unë i them, okej, u ka arrit qëllimin, në fakt. Po. Është e vështirë që ta thuan emrin qifteli, Gjermanët? Gjermanët e ka një të mirë si popull që informohen shumë për para se të mire me diçka. Po. Por edhe kur debatojnë me ty, para se debatojnë për një temë, ato janë informu para pakisht. Janë të përgatitur, e? Po, janë shumë të përgatitur. Më thonë nuk lisin kot. Po edhe nëse nuk e din të pyesin. Po. Nuk e kanë problem, ose kompleks, se nuk mund të di unë gjithë shka. Po, është e pa mundur. është e pa mundur, kështu që e këtë e kanë mirë. Dhe më thonë, jo, qiftelia është në fakt më është bo i njohur si instrument. Dhe si e pritur tani në korin në Hamburg? E përmende pak më herët që tashmë je pjesë më shumë se sa vite? Prej 2020. Nga 2020.